Që kur ka arë nuset e vjera, i sjellin lule dhurat, i sjellin ëmbëlsira, i sjellin dhurata, shumë dhurata, sidomos për bebet. Kështu që ju a tregoj se çfarë kanë marrë gocat e mia dhurat nga shoqet e gjyshes. Filloj me një pako nga prenatal. Dhe këtu brenda ka ja ku është një badi dhe ja dhe badi i dytë. Prap, po nga prenatal, 9 deri në 12 muaj, domethënë gocat e mia nuk janë bërë akoma kaq të mëdhaja, por shumë mirë që janë masë madhe, sepse unë tani për momentin kam shumë veshje për vajzat. Edhe ja ku është e para, vin materiali butë, i ngrohtë, me lepurusha, edhe e treta me pika. Vazhdojmë. Po nga prenatal, po këtë ju a kam bërë unë dhurat gocave të mia për Shën Valentinin, po s'ka kam vesh akoma, sepse u smura, nuk isha mirë, pastaj sa mora veten, edhe tani do t'ju avesh. Janë badi, të bardha me lule dhe kanë edhe këtë gushoren të bardhë me lule. 2 bardoshet e mia me pushtë të verdhë që me zi pres të vit dita që dalin flokët. Po ta dini, kur vi nga 2 prindër bjond, qa prisni? Lindin me flok, nuk kanë se si. Këto ishin, jo, se janë këto, kam edhe një dhura tjetër. Kjo nuk është nga prenatal, është nga një dyqan tjetër, edhe këtë e ka sjell mami i punatës time. Shikojmë. Wow, jacket jeans. Kur do vi kjo ditë që të ecin edhe t'i vesh bukur, se tani kanë ngel me ato badit me kopsa me zinxhir që t'jenë sa më komode. Jacket jeans për gocat e mia. Po, jacket jeans tjetër. 1, 2. Wow! Kombinohen me 2 palë pantallona, njëra bëqell edhe tjetra roz. Prisni. Edhe me 2 bluza, njëra bëqell edhe tjetra roz. Me mace dhe kjo me lule. Këto ishin edhe dhuratat e gocave, faleminderit të gjitha shoqet e vjerës time. Ciao!